sportit, me kë shurtohemi do të kemi 2 ndeshje tjera, gjysmëfinale dhe finale, dhe në rast që fitojmë ato dyja, nuk e dim ende saktësisht se cilët mund të jenë kundërshtarët, edhe pse pak a shumë diçka është bërë e ditur, mirë po nuk ka asgjë zyrtare duke marrë parasysh se duhet pritur renditja e fundit finale në të gjitha grupet. Bek, shkurt, a kemi gjasa për kualifikim? Nga pozita e parë, po të pyes shumë direkt. Duhet Zvicër-Suedi. Mendoj se ndeshja në qoftë se fitojmë kundër Slovenisë edhe Zvicra barazon me Suedin atëherë gjasat mund të jenë, po. Edhe nëse hub Zvicra prej Suedisë, nëse fitojnë me Sloveninë, na do të me mujt Zvicrën 5-0. Me rezultat më më dol të në port. Kështu që gjasat janë shumë për vend Edhe por. një herë qysh? atë për vend por. Po? Për vend por e vogla gjasa. Jo, nëse i hub Zvicra 2 ndeshjet, ti fiton 2, ti e ka lënë te ka Zvicrën. lënë. Nuk i lejoj me mujt 4-0. Ose edhe nëse barazon Ose nëse hub 2 ndeshje, ti shkon automatikisht 3 pikë më në shumë. qoftë se Ti nëse e barazon mund Zvicra. Sloveninë, edhe Zvicra hub barazon, Suedin, ose barazon. 10-10 me pikë. E mbush Zvicrën 13-10 edhe shkon tutje. Po edhe nëse barazon Zvicra. Po, Edhe edhe nëse barazon Zvicra me Po, ti Suedi. fiton 2 Ti ndeshjet, fiton 2 ndeshjet. ti kualifikohesh. Ne po. duhet fokusi jonë është kundër Slovenisë dhe nëse aty marrëmi Një pikë. unë mendoj se nëse marrim maksimumin edhe pse shpresoj që do të jetë ndeshje më e lehtë se sa në Prishtinë. Po dhe vendi i dytë na çon play-off. Po, ne kemi të bisedu për Na vendin. lyp pleja, po na preslojnë edhe në Se me një jena shumë pikë, ambiciozë. ne mund të shkojmë në barazh. Në sukses. Ama pjesa e porë që bukshir kam fal, trener është gol averozhi, pastaj janë ndeshjet gol averozhi është gjëja e porë që këshyret, më fal. Jo, na e tham në një hipotetike në qoftë se Zvicra mbet baraz ose humb, se në qoftë se Zvicra fiton atëherë është pak i Po, vështirë. ti gjosat janë minimale për kualifikim tutje. Erden? Nëse shikojmë për vend por, në mënyrën që unë mendoj që janë sa do dëshira është e madhe, gjasat janë shumë minimale për shkak se Zvicra ka shumë kvalitet. Edhe po ndeshjen e parë që kanë shumë kvalitet dhe ndoshta këtu është ajo përparësia e Zvicrës. Po i kemi 2 lojë dhe për 2 lojë unë mendoj që mundemi me bëu 1 pikë, se unë mendoj që me 1 pikë veç ku e sigurojmë vendin e dytë. Po e tha dhe Beka nashta është Kosova kur ka u mbrojt, ka luajtur shumë më mirë se sa kur ka sulmu, unë mendoj që nashta edhe në Sloveni mundemi me fitu krejt për shkak se në fazën defanzive, sidomos Foda, unë mendoj që hiç ndeshjen me Zvicrën që ato e ka mësu për asaj ndeshje shumë, në fazën defanzive është duke punu shumë mirë, gjë që unë mendoj këtu në 2 ndeshje, sidomos me 2 ndeshjet me Suedinë e kemi tregu që në fazën defanzive i kanë kryer detyrat në mënyrën më të mirë të mundshme. Okej, Bytyqi? Gjosat? Pak besoj që Kosova mundet më rendit e para, po me gjithato ja lëm kohës, unë mendoj që Zvicra e është e patyshme në vendin e parë. Gëzjaxhiu? Suedez kanë ndru trajnerin. Po. Edhe atë mund me sje freski, si dje. Zakonisht këto ekipet që ndrojnë trajnerin gjithmonë ndeshjen e parë fitojnë. Një ndodhe edhe në Superligë tash nuk e di. Mendohet me fitu ndeshjen e parë Suedia, atëherë gjasat mundën më urrit, edhe pse e vërtetë është apo do të dini që Zvicra është konkurrore më kualitative. Çe po marrim shembull, Suedia pavarësisht që renditet poshtë, edhe se është debat në gjithë Evropën se si Suedia është në vendin e 4 duke pa parasysh se çfarë lojtarë, çfarë profilit lojtare ka brenda për brenda. Kështu që unë mendoj se nuk duhet cilësuar favorit absolut Zvicrë kundër Suedisë. Momentarisht po mendoj që forma e Zvicrës është e mirë. Nuk kam pas një ecuri të mirë, edhe pse Suedia sa kuptova mund të shkoj si e treta e kualifikuar për shkak të Nations League. Për shkak të Ligës së Kombeve. Ligës së Kombeve. Kështu që kjo ka bërë që Serbia të mos ketë gjosa për të kualifikuar tutje. Ato ja ka shkaktuar Shqipëria. Po, edhe Kosova. Ne kemi për vendin tretë. Që kanë bërë Suedin. Po. Lek? Gjosa? Avnia e diti veç doshti me të tregu ty që ka një lidhje me Shqipërinë. Gjosat janë të vogla realisht, po përderisa kena arrit fituar e 2 ndaj Suedisë, pse mos shkojmë all in, edhe përderisa jemi matematikisht nga orë do të luftojmë deri në fund. Nëse kështu fol, unë vetëm kohën që studio kur kemi diskutuar para se më lut asnjë lojë e kësaj
e këtyre eliminatorëve, kërkush s'ka qenë optimist që do dalim vendin e dytë ose do t'i marrim 7 pikë. Kështu që përderisa ekziston mundësia, do të shkojmë deri në fund për të synuar, edhe pse do të jetë e vështirë. Milano fitoi 2-1